Në kuadër të turit elektoral, kandidatja e Partisë Socialiste për Bashkinë e Vlorës, Bruna Mersini, zhvilloi një takim me pensionistët dhe veteranë të qytetit, duke vlerësuar rëndësinë e rolit dhe sakrificave të tyre në historinë e vendit dhe të Vlorës. Në fjalën e tyre, pensionistët dhe veteranë që morën pjesë në këtë takim kanë kërkuar më shumë vëmendje ndaj komunitetit të tyre, përmirësime në infrastrukturë, si dhe përfaqësim më të denjë të historisë së Shqipërisë përmes memorialeve në hapësirat publike. Ju uroj sukses. Problemet e Vlorës janë në lagjet e vjetra, në thellësitë të tyre, që në kanalizime, që në urat e zeza, që në shtruarje e rrugëve, mbaj ata që ju e përmendë do t'i shërbej dhe ta bëjnë Vlorën ashtu siç e meriton. Vlora do shërbim dhe unë të uroj të ti të shërbet sa më shumë e më mirë e dal faqebar. Këto takime ka një domethënie të madhe. Tregojnë që juve, si bijtë Vlorës, kërkoni mendimin tonë të pensionistëve. Problemet e vogla ka plot. Nuk ka pas kur kryetare bashkie femër. Ne kemi besim shumë të madh tek juve, personalisht tek juve. Mundësisht Transballkanika të përfshihet nga urbanët. Ashtu siç bëri spitalin model, unë jam optimist se do të bëj edhe Vlorën model. Shumë faleminderit. Të uroj shumë sukses. Ju uroj nga zemra suksese. Faleminderit. Jam e bindur që ajo bashki do ndryshojë plotësisht edhe Vlora. Mersini shpreu mirënjohjen për kontributin e tyre dhe theksoi se mbështetja ndaj këtij komuniteti do të jetë një nga prioritetet e punës së saj në drejtimin e Bashkisë së Vlorës, duke vlerësuar rëndësinë e tyre, por dhe sakrificave dhe kontributin e tyre ndër vite. Kush më mirë se ju mund të ndajë shqetësimet që keni ju me kryetarin e bashkisë. Ne pa historinë nuk kemi identitet. Edhe ky qytet po zhvillohet edhe po zgjerohet. Kudo ku ka ndërtesa të reja, apo ka lulishte apo park, ne duhet të kemi dhe simbolet e identitetit tonë. Diku një lapidar, e diku një monument, e diku duhet të mirëmbajmë qytetin, po diku duhet të kemi dhe një lulishte, edhe një zonë ku ju të mblidheni me njëri tjetrin dhe të keni kohën tuaj, por ashtu mendoj shpeshherë që ka institucione që edhe pjesën e rambave që janë detyrë funksionale institucioneve t'i përfshin në qytet. Dhe pa diskutim kryesore është që me projekte të ndryshme, të organizatave të ndryshme ku përfshin edhe juve, duhet që bashkia të ketë rolin kryesor dhe të dialogojë me ju. Kandidatja Mersini u shoqërua në këtë takim edhe nga veteranët kontributor në Partinë Socialiste.